Në fundit kërkesa e saj ishte ritakimi me djalin. Pra muzika nuk ishte tek shpejt tani. Puna është për djalin s'ke marrë më çfarë u bën. Këto reklama, kush e di sa ka marrë, i ka bërë Fevziu, që për mua Fevziu nuk duhet jetë më të gazetar, ky është mendimi im, nëse quhet gazetar. Në moment që ti që dole edhe reklamove të paqenin e bëre të qenë që i bëre reklam, që i bëre reklam të madhe atij. Fakt ai u shpërndan në gjitha mediat, pra gjithë i kanë dhënë hapësirë pafund. Mbasi e dha ky. Mbasi e dha Fevziu. Pastaj mori grita se bëjnë me radhë ka njëri me tjetrin. Ai duhet sa shpërthen diku pastaj. Përse? Ai ishte aty ai përpara. Eltona. A ka qenë aty përpara? E filloi, jo jam nga Tepelena, na turpoi dhe Labrinxha, nice. Ky është mendimi im, do thuash ti do gjykosh, po kujt po e bëhet vonë se po u gjykova. Nëse ka që unë dua të them atë që them, ti jem për vete me pantallona, ti jem për vete zotëri. Që e di që e kam thënë ose atë që them, ajo është se atë besoj. Ata që thonë çdo gjë që thonë, le ti vërtetojnë, po dalin komplet ndryshe. Nuk e shikon çfarë bëhet. Është kjo pjesa tjetër e pjesës së komunizmit që e preket pak më lart, që tipas e tonit ka shumë emra, por në fakt nuk ka thënë asnjë. Pastaj ka nxjerrë një pjesë tjetër që parashivia nuk ka pranuar që të jetë punojëse seksi. Ka hedhur edhe këtë tjetrën. Unë nuk e di çka bën krevatin e saj parashivia, dhe çdo parashivi mua më vjen vërtet shumë keqardhje, sepse kishte një vokal legjend, ishte një femër shumë e këndshme, i shkonte skena, por që edhe për dridhej çik më tepër nga ç'duhet për dridhej. Apo jo, do thuash ti sot po nxjerrin Menderën, sot po dalin, tash s'kam çfarë fsheh unë. Çan këto këngët jo e bojna ose bojna silikon, jo e prekin me dorë nga mbrapa vitet e tyre. Ku arritëm, ku po vemi? Po kësaj nuk i shkon kjo këngë që i nxorën. Këto tjerat mirë se janë më të reja, do thuash ti edhe po shesin cop mish, domethënë duket mbrapa, kështu di ç'kan bërë kështu, e kupton? Edhe ai mish nuk hahet se vjen e keq, më falni për shprehjen, po kështu si ta shtojmë. Ky ishte kapitulli 2. Po i treti po dalim në sken dhe po bëjmë seks, trosh seks. Tu del si thlopa dhe luan dhe mikrofonin, e kthen ashtu, luan dhe mikrofonin nga mbrapa, si thlopa. Si thlopa që e çuan deri në Eurovision. I jeti dhënd. Po tash në Eurovision çfarë do bëhet kur e di që janë gjithë gay? Do vendosin ata aty. Nuk e shikon dhe Eurovision ku arriti? Ku ka arritur? Nuk e sheh? Në dhjetor ishit i saktë në parashikimin që bëhet për atë që do ndodhte më pas. Po tani ky është kapitulli 2, po i treti, çfarë do ndodh? Me parashikimin e ke fjalën. Po. Për mua mbaroi parashikimia. Nëse do mendojnë, do tentojnë të bëjnë koncert, është dështim total. Mbaj mend këtu do jemi. Nëse unë gënjej, unë nuk dal bë. Jam ai zotërisë ta them, nuk e them unë nuk kam se dal më se i bie që s'di ç'a them. Unë do doja rinia jon të ishte ndryshe, rinia jon të dëgjonte këngët e popullit, rinia jon të dëgjonte balladat, po ka hik rinia jon, do thoja të fjalën e fundit, po nuk e them, po ka vajt në fund rinia. Vetëm drog, edhe në për telefon ai ke ç'bëhet me seksin. Pyeti për marrëdhënie seksuale, pozicionet, po nuk i ditën, më bështy mua. Pyeti për një gjë që është për të pyetur për të qenë, nuk din syt që të dalin. Tu vi si doj, s'më intereson. I ketë gjithë në TikTok se po nxjerrin lek. Çfarë nuk po bëjnë, domethënë nxorën vetveten, apo nuk e di, u degraduan ka shumë, nuk e di më. Ka vajt fundi, orë po them gra janë të martuara, i shikon, po bëjnë çdo kush po bën video. Po çfarë po e bën atë video? Kujt po ja tregon? Çfarë? Bën atë video për çfarë? Është jeta ime. Po mirë, është jeta jote, por pse ma tregon mua? Se ti kur ma tregon mua jetën tënde, morë fund, je zero, kam dhe unë rrjetet sociale të mia, ato që janë, kuptohet, ato që dihet. S'kam dalë një herë të bëj, mendoj unë, ose dal live, po them ato që them, ato që besoj. Do thuash ti kush i dëgjon, kush do e le dëgjoj. Kush nuk do le të ndroj stacionin. Me zor nuk mbaj njëri. Po ama janë të vërtetat. Se unë nuk kam nevojë të bëj armiq me zor. Unë boll që them ato që them edhe armiqi janë gati. Se thua të vërtetën. Arian, çdo prej do thuash ti sa duan kolekte tu. Edhe unë i dua shumë. Vdes. Erdha në Shqipëri se muhabetin se i fus vetë këto kështu si pa dashur, e kupton, mora një 2-3 kolegë. Edhe i thash jam këtu, se gjithmonë kur do vish. Sa i peti,
I pash dhe unë. Pra, kur je atje thon kur do vish, kur vjen këtu, Jo, kur janë këtu të marrin telefon. Ka hanti nxjerrësh, shëtish me ta, kalojnë orën, i blesh një gjë. Jo miku im. Jo miku im. Atë që ndjej shok ose e di që vërtet që është shok, në ditë të vështira kur kam pas hall ose kur më duhet, po me atë bëj gjithçka. Jap dhe shpirtin. Në moment që nuk përse duhet ta bëj. Për falso. Unë s'kam nevojë për falso. Mua mban vokali im ose mban karakteri im ose mban puna ime, nuk mban njëri tjetër. Edhe ata që na bëjnë këngë, pa keq kuptime, që janë shumë të zote, shumë të aftë, edhe ata që na bëjnë këngë, kur e shoh që dikush nuk është i saktë më, ndëpritet marrëdhënia. Nuk ke më tej, sepse çfarë do bësh më tej? U konsumove ose nuk do. Po kur nuk do çfarë bëj? Do të mbaj me zorë, mbaj këngë me zorë ose e them përgjithësi me të gjithë, ë? Doli ky Basha, çfarë doli Altin Basha, nuk doli. Altini u shkarkua në mos gallojmë. Altini shkatroi gjithçka. I përdosi të gjithë ata, i degeneroi të gjithë ata. I trahtoi të gjithë për punën e teatrit. Kaq e thjeshtë është. Kaq e thjeshtë është. Arian, për kemi para Shirvin edhe për artin ma bë. Tani ju lutem thoni çfarë do presim nga ju këtë vit, sepse këngën përjetësi baladën e lançuat, më thatë pak më lart që do keni një tjetër projekt muzikor së shpejti që do ta lançoni. Çfarë janë dhe 5 projekte për dal, por nuk do dalin tash. 4 janë një balad, një kolazh, një këngë që do të për politikanët tanë që unë vdes për ta, i dua shumë, që i pafsha edhe pak e kanë. Po jo, po gjithë populli. Grisat e jugut. Do shikojmë. Jo, nuk ja do ja bëj muzikë jugu, kam bërë një për politikën që është politikanët e laboristën, do ketë nga këto. Dëgjoj, kur bën tekst për politikanët do e bësh me dashuri, Shumë dashuri, ai sa na duan ata. Ata nuk vjedhin. Ata zihen për ne atje, nuk i shikon se bëjnë për ne, sepse dikush po na merr ujin, me thënë burimet e malit janë natyrës tonë, po i marrin, po i bëjnë fabrik, po i shesin. Na i shesin ne atë ujë që rrjedh nga natyra. Edhe ata zihen për ne. Ata nuk kanë lek për ne, ne s'kuptojmë. Jo, ne nuk kuptojmë. Më fal, ne nuk kuptojmë. Protesta është në Trajgas që vazhdon për ujin, nëse e keni ndjekur. Kështu që çdo burim, meqë Dëgjoj, Trajgasi e çdo Trajgas i Vlorës, e çdo fshat i Vlorës ka pas burra të rrallë, çdo fshat i Vlorës. Nuk e them këtë, siç ka pas Malësia që duhet dim ç'a themi, se Shqipërinë kush e ka mbajt? Malësia dhe Llabëria. Kush e ka mbajt Shqipërinë në të vërtetë? Mallakastriotët afroheshin, kanë pas burra, po afroheshin, ishin një me labët, po zona e Llabërisë ka mbajt Shqipërinë dhe Malësia. Kush e ka mbajt? Në të vërtetë në luftë. Tash nga historia flas gjithmonë. Ose themi Kosova, po të veshën Kosovë. Pse duhet jetë Kosova veç? Muhabet nxjerr muhabetin. Duhet të ishim një muhabet, një flamur, një kom, një përse. 2 kryeministra, një andej, një këtej. Që Kurti ka dalë shumë burrë. Ngeli aty. Kurti me ato që thoshte, po del jo zotri, po del legjend. Si dhe Thaçi, me sa thon. Do thoshti ç'pun keq që flet për politikën ti e këngëtar. Miku im, unë do flas për atë që më shqetëson dhe që shoh. Unë nuk futem në politikë, se di të bëj politikë. Unë nuk di të bëj politikë. Se s'marr vesh. Po do them mendimin tim atë që unë shoh dhe më bezdis. Unë shoh nënat që vajta isha angjinar të Elbasanit, që vajtëm hëngën drejt me një avokat, mikun tim, dhe me një gazetar, shumë të njohur, të dy. Do thua pse s'ia thua, s'ia them për punën etike. Djem shumë të mirë, edhe vajtëm pasha të burim që dilte ujë që vinte qandej,